Dhe sigurisht që edhe dita e sotme do të jetë një tjetër ditë e jashtëzakonshme ku shqiptar nga diaspora, të cilët në fakt duhet theksuar që janë mbledhur edhe në vendet ku jetojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, kudo anë kënd botës, nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në çdo vend ku ata jetojnë në Europë, edhe gjithandej javë pas jave janë grumbulluar për të protestuar me një thirrje të përbashkët Rama jeve dorëheqjen dhe duke mbështetur në fakt kushtet e vendosura nga organizatorët e protestës në kryeqytet, të cilët sigurisht që të kushtin e parë dhe të panegociueshëm kanë dorëheqjen e zotit Rama. Dhe jam i bindur që edhe sot do të jetë një tjetër ditë festive e demokracisë, ku jo vetëm numrat do të tregojnë edhe një herë fuqinë e bashkimit të shqiptarëve përballë mafiokracisë, përballë korrupsionit dhe përballë papërgjegjshmërisë totale të një kryeministri i cili tashmë është i lodhur dhe që nuk di ç'të thotë më parë për të sulmuar, intimiduar protestën. E nisi duke akuzuar shqiptarët nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova, vazhdoi pastaj me ndërhyrjet nga Greqia, ndërhyrjet nga Irani dhe ka përfunduar tashmë ministrat e tij thonë që kjo është një protestë e Rusisë. Harrojnë të thonë vendin e vetëm që organizon atë protestë që është Shqipëria dhe shqiptarët, të cilët kanë qindra mijëra arsye për të protestuar çdo ditë.